Si jeni, të bëj një pyetje? Kush jeni ju herë? Pisku. Kush? Pisk. Po edhe? Një pyetje thash, a do ndo Po apo jo? shumë pregatit. Nesër, të shkuara, ti je mirë edhe ti. Sa kushton një kafe në Shqipëri? Mirë, diti sa kur se s'pi kafe ti? Zotëri, si je? Sa kushton një kafe në Shqipëri? Nuk e di. Shko pyet atje te. Po pyesëm për ditë kafe. Për ditë. Sa kushton një kafe në Shqipëri? Kafeja është diçka antike, me vlera shumë, shëndetësore. Besoj se në Shqipëri kushton sa sipas Ju mundësive. e konsumoni kafen? Patjetër dhe jam e Sa kënaqur. kafe e konsumoni? Jo shumë. Ju e Megjithatë, pini në shtëpi apo jashtë? Më Edhe mirë në brenda apo jashtë? edhe në shtëpi. Rehat. Po qose një kamarier për shembull ju thotë që nuk punon në ekspresi, kemi figur. Çfarë do bënit ju? Atë nuk e di, ju falenderoj për interesimin, gjithë të mirë. Mirë pafshim. Zotin si e, sa kushton një kafe në Shqipëri? Nuk e di. Spika kafe. O zotin si jeni, sa kushton një kafe në Shqipëri? Pse me kafe se bje? Se pini kafe? Jo. Pini turke. Ashtu e ka si, se me tension. Jemi tension. Mirë. Jo, thjesht më të pyes shumë se bëj sondazhe. Ju e konsumoni kafen? Ju e konsumoni? Po, konsumoj, si e? Ku e pini më shumë? E pini do bën zonja në shtëpi apo e pini jashtë? Shpi, ku të më vi marë. E mirë, Kafe të mirë. në pension marë shumë. Mirë në pension. Po, Që e ka nga të parë që po e thu që Noktë më ka bërë ama. A, 99? Po, Si 99? në 3.000 lek nuk u mushqinqja. Nuk e mushi 100. Pare, di ashka. O e dirama. Për zotin, O një. Vazhdo ti bëj Primi një lek apo? ta bëj. Noktë nash, po noktë nash ai qi. Po i 100 çe apo? Ja, nuk po. O njësh, o legjend, o kemi mret e kemi. Nuk kom fol një herë, se kom thonë tokë nuk bëson, pse? Pse? Po të shisha, i vajtë funi e bo, nuk kem që bëj. Është ki fare thu? Nuk e bëj ma. Është. Noktë nash pra, po të dhe ma. Do edhe kafe në 20 herë fare do. Ku ka? S'ka. Po nuk ja del hiç. Fare. Zotin naltë. Ai më uldhiha. Ai do na bini ma. Ju thotë, do i di rregulloj gjona të thotë, Po rregulloj. që aja. Po di rregulloj, u kalon jo pa rregulloj. Harron Ju atë. thotë pini më shumë jashtë apo brenda? Më mirë brenda apo jashtë? Ku mrena jashtë se kuptoj unë. Se më... Pse akoma vazhdon menon brenda apo jashtë? Po që po qa flet dhe burë, jetë vetë të degu më dash. Deri kuptet pse ashtu është robi thotë, menon do. Po nuk e heq shpresën robi. Nuk e heq. Me shpresë rën. Me shpresë. E ka bo zoti. Për shembull ju pjesë më të madhe tjetër se keni kaluar brenda apo jashtë? Valla jashtë e mrena. Edhe jashtë edhe brenda. Po, Po si është më mirë? Më mirë është jashtë apo brenda? Po i me si dush e kupton, tash jashtë dash mrena i punë është bo. Apo varet edhe nga pala tjetër pastaj. Në varet si del, e Po kupton. që kërkojnë që për brenda dhe pala tjetër thotë jashtë. Ja, nuk bën laf. Do të gjeti kompromis me qenë bashkë. Po normal. Po mes E ka bo zoti atë, në mes. Kë? Duhet pjek bashkë mendimet, e kupton. sot piqeshin më shumë sot do piqeshin dikur. Sa të burë, sa s'mungo jo. Nuk mungon as. Jo, i lirë, i ka Vetëm du. 1000 lekë për ta bëj 100, veç ajo mungon. A jam pengoj mu. A ja, nakhtë nash. Ishe njeriu më i lumit, po ta bonte i 100. O, ishte kënaq jo po. O, pra 1000 lekë, se pra ta për luftoj. Sa kafe pini në ditë? 2 kafe. 2 kafe. Po nëse shkonin, nëse shkonin në një lokal, edhe ju thot kamarieri si banakeri thotë që e kemi fik ekspres, nuk shërbejmë kafe. Çfarë do bëni? Çfarë do ikë, çfarë do bëj? Ikësh. Po do ikë, në vend tjetër. Në shkoj vend tjetër. Po thotë edhe tjetri. Po tjetri i shtëpi fare. Dhe pin shtëpi. Po shtëpi, normal. Thotë edhe gruaja të s'bëj kafe. Ja më se kam grut mia, vjen nafë, se na kam atë llafë. Ja. Po mira, do merret guximin ju që të veproni kundër kamarierit ose banakerit, ta vristin nëse nuk shërbejnë kafe. Për ngjarjen më të Ja më se e ke ndjek. ka jetën e vetë, e ka kanë tjetër kush jetën ti, nuk e vrasën, që shega është. Po si shihni që ka ardhur dita që vetë tjetër për. Ja, po ç'të bëjmë neve apo? Ja, ç'të bëjmë neve, ha. S'kemi ç'a bëjmë fare, Ja, po ç'të bëjmë bu? Po të heqim dorë nga kafja, ç'më bë? A zgjidhet të po me heq dorë nga kafja? Po valla, nuk ka ruzgjë. Nuk ka ruzgjë. Nuk ka ruzgjë. Ai ti të doj kafa, bu ta pi, që Po, shega. ai të vret. Do në gabime ka ai që si ka bo kafe. Atë nuk kam gojë me fol, se njerëzia se kush i ka menin e vet, s'kam gojë me fol. Tjetër jo.
Je I kënaqur? Jo, shumë I kënaqur. Unë më kënaq të isha nëse atë mileksin e kam borx. Ata e kërkoj edhe. Aty të kënaqesh më shumë. Mos bën 99 buru, jemi I thjesht. Ka po ka stile e dytë, ka dhona I mesazh. 99 ka kuptim. Ka kuptim, jo kuptim të mirë, ha? E kalofshi mirë, jo e kalofshi mirë. Mirë pash. Çështja e kësaj që ndodhi kjo ngjarje me kafen që dy të rinj u vran për shkak se nuk I shërbeu kafe. Si e shek këtë situatë? Kujt si shërbeu? Kërkoi kafe. Arsyeja ishte që ai kishte fik ekspresin. Dikush në orën 1 natës I kërkoi kafe, thash fik ekspresi ky e vrau. Kuptova fare drejt, kuptova. Dëgjoj tash. Unë me këto punë nuk jam marrë. Unë kam qenë agronom. Edhe jam nga fshati, ekzistoj nga fshati I Korçës. Zëmblak. Edhe jam marrë me bujqësi. Kam qenë agronom Durrës, kam qenë këtu agronom, kam qenë në tërë Republikën e Shqipërisë në fermat ushtarake. Kam qenë. Tashi jam aktualisht në pension. Fshat. Në pension jam, po jam në fshat. Jetoni në fshat akoma? Jetoj në fshat. Po në Tiranë sot keni Edhe në Tiranë kam 3 vajzat time, 3 vajzat time, edhe 2 vajzat e djalit I kam këtu. Që janë, njëra është në punë, njëra është në shkollë akoma, s'kam mbaruar shkollë. Për këtë problem që folet ti, nuk mund të flasë, domethënë. Jo, vetë si njeri, përderisa pas keni pas kontaktet shumëta në jetën tuaj. Me njerëzit, domethënë, nuk u jam acaruar, nuk u jam zen, kam patur kënaqësi, edhe në fshatin tim, për shembull, kam një kënaqësi të dalësh të takosh, të rish me komunitetin e njerëzit. Shumë ratri kam ndenjur. Në fshatrat tim që kam unë, kam ndenjur shumë mirë, më kanë pritur mirë. Si baban e tyre, si vllan e tyre, nuk jam marrë me këto që po fletin, domethënë. A habitesh ku I dëgjon këto gjëra apo habitem, po nuk I bëhem, domethënë, për të pyetur arsyen apo ata. S'më intereson. Mua puna në fshat më ka shkuar mirë. Ne nuk jemi mirë tash me shtetin. Me shtetin si flasim për shtetin, pra. Çfarë është tema sot? Tema sot është për shtetin, pra. Çfarë ka shteti që nuk shkon me shtetin? Që nuk jeni ju mirë me shtetin. Shteti na la tër prodhimet po kalben. Mua më kalbën 300 kuintal qepë edhe 100 kuintal patate. Këtë vit, Vitin që kalovi. Vitin që kalovi. Të thash që kam qenë agronom dhe kam si përfaqe të madhe që kam marrë tenden, kam marrë ati tjetit, se s'janë njerëzit kanë ikur. Që ke marrë me qera, me kundrejt paketë? Me qera, me kupton. Të pas ka dëmtuar gjithë prodhimi yri në për gropat edhe në për ato kanalet, në për kanalet, tëra I prodhim. Po pse u kalbëm, pse u prishëm? Kupton? Sepse nuk ka treg. Nuk ka treg. Ne na I pengovi tregun. Si është kjo, ju që jeni I fushër, si e shpjegoni këtë që nuk ka treg Shqipëri? Si këtë thonë punoni, mbjellni tokat e tjerë. Po s'ka treg. Unë para një vit, para 2 vjetësh për shembull, vitet e para, dhe ta heqim me vitin që kalovi që na u kalbën tëra, vitet e tjera, ne më vinte mua makina, mbusheshe makina me prodhim, me pataten, me qepën, me të tëra. Mbushe me sasi. Edhe ikte, vinte këtu, domethënë që tregtarët. Tashi s'ka një tregtar, tashi thot ai, një kuintal thot më jep qepë, një kuintal më jep presh, një kuintal më jep kë. Me nga një kuintal do të. E sakt, çfarë po ndodh? Ku hajnë shqiptarët? Ku marrin shqiptarët? Apo prodhohet shumë? Apo marrin diku tjetër? Nuk janë tërë, dëgjoj tash. Tërë që prodhojnë nuk janë sepse një shumicë ka ikur nga fshati. Edhe s'ka kush punon. Jo, qytetarët e tjerë në Tiranë për shembull, ku e blen qepën, ku e blen patatën që ju nuk vjen nga jashtë. Vjen nga jashtë. Ja unë po e shikoj këtu se unë vi vazhdimisht. Po. Ne na bllokovi domethënë shteti tonë që hapi
portat të tëra edhe po vjen nga Nuk jashtë. e merr mallin e vet shqiptar. Edhe gjene tash unë për këtë vit që kam në vazhdim pataten e shita, do më kisha një sasi të madhe, po kush ma mori, thuaj. Njerëzit e fshatrat që ishin aty që kishin nevoja që kishin mbjellë që kanë djemtë si kanë djemtë, do më thënë 100 kuintal mi marë vllazëria atje me gjithë dy fshatrat të tjera. Edhe ta vinë. Vetëm nga Elbasani më vinë në 2 muaj që më marën nga 3 kuintal, nga 5 kuintal, gjera kështu. Vetëm nga Elbasani, s'ka makinë për Tiranë. Mbaruan makinat e Tiranës. Edhe të asaj, më falë, të shtetit Kosovës. Të Kosovës. Po. Të Kosovës. Po si Kisha 3 njerëz nga Kosova. që vini merrin tek ju. 3 njerëz që nuk në marruan, që kanë filluar shumë shpejt, që kemë filluar me pemtore, me tëra gjerat, tashis vjen asnjë. S'ka Sa asnjë. vite keni ju që merreni me këtë? Që keni tokat tuaja që i mbjellni dhe i korni dhe kultivoni? Po tërë jetën, po të që kanë qenë agronom. Sa vite keni që jeni kultuar? Si u shpërbe në kooperativat, atëre pas e mora tokën time, edhe mbolla pemtore, mbolla nga të tëra gjerat. Edhe ja mora edhe tokën me qiranjë tjetri që nuk e punonte dot, edhe me këto. Njëri që do punosh, do punën. Edhe, Bravo, si shumë shqiptarë tjerë që janë dëmtuar po si ju. Sa vite keni që jeni dëmtuar nga shteti? Sa vite keni që jeni dëmtuar nga shteti, pra që ju kanë mbyllur tregun dhe për i kalbni prodhimet tuaja? Është viti 3 të kyne që po më ashtu mua, se unë kisha një diçka të këtillë, që shoqërinë e kam patur të fortë, edhe këtu, edhe në Kosovë, edhe në këto shtete, edhe i kam baritur, më kupton? I kam shkelur. Tash i zdal do të menë, tash i vajta i lashë 82 vjetë. Kesh jetë. Më kupton tin? Mjetet i kam patur, një traktor. Po pse nuk e do shteti jonë mallin tuaj, ose mallin e shqiptarëve? Atë se di dhe nuk i kërkoj do të llogari, nuk kam atë aftësi, jo atë aftësi, po nuk jeni profesionist në të fushë. Nuk mund të punoj gjithë jetën, o e dini ju se di askush. Po nuk vete do të bisedosh me një ministër apo me një kështu të ashtu. Si niveli juaj është më lart dhe niveli atyre është për të dëshiruar, se kanë futur inteligjencë artificiale gjëra dhe pyesi kompjuterin sot. Unë që ju keni të prekur gjitha me shokët që ishin më përpara, që qenë domethënë deputet edhe qenë ashtu, unë kam patur muhabet këtu. Unë nuk e kam patur të humbur jetën me shoqërinë. Do t'i mbillni tokat prapë apo jo? Çfarë zgjidhje të gjeni për vete? Po çfarë zgjidhje të marr unë? Unë ja tash kam mollët që voli mollët ideal, blodhi qepët. Janë 100 kuintal qepë në magazinë, patatet i shita siç të thashë. Në magazinë mbetën vetëm 120 kuintal qepë, që vinë marrën nga 2 kuintal, këta me rabat me ato. E po nuk i qetë prodhimi ashtu. Eshte një katastrofe e rëndë për ne që marrë me ekonominë. Si dhe bësh, do të mbjellësh tokën apo jo? Kë? Tani do të mbjellësh? Ore, unë pa mbjellën nuk u ri. Unë kam tërë ato mjete, të thashe, kam 2 traktora të rëndë. Njëri është 105 kuaj fuqi, njëri është 54 kuaj fuqi. Që kam... Për gjuna, mos i nuk e shistin dot, nuk e... Nuk e... Ja, shitet, ja tash e kjo në ranë në tash. Kjo është gjithë kosto, është kosto hedhur. E vjeqmja edhe si vjeqmja. Këto në ranë në dorë. Në shumë. A keni një thirrje për ta mbyllë? Për këtë problem, se realisht është problem shumë i madh. Po çfarë thirrje të bëj? Edhe ne shqiptarët, ne tjerë konsumatorë, nuk ka hajmë gjëra siç duhet cilësore. Çfarë thirrje të bëj unë kur nuk ka një... Vezë krokodili, vezë rose, që t'na qeshi shpirti. Po. Si thudi? Qa do hamë? A mendon si të qesh shpirti po hangër vezë krokodili, po s'kemi as krokodila, kanë fillu me fut krokodile Po këtu në divja. Nuk u kemi punuar me këto... Ne labet po mu.
Jo, me asnjë gjë. Po, në labet ne. Zotëria po thotë që Shoku Enver ka mill, ka kultivue në bazenin në Shkumbin krokodil. ka krokodilat. Po, ferm krokodili. Ku në bazen? Jo, në Divjak, afër Divjak. Afër Divjakut. Në derdhje të Shkumbinit. Derdhë të Shkumbinit. A ka akoma atje, vazhdojnë ka? Nuk e di, krokodila? s'kam informacion. Po vezët ku traktohen vezët? Vezët traktohen gjithandaj në klinika. Këtu ka tek klinika. Ka. Kushtojnë Po të pak? kërkohet, sigurisht. Kushtojnë shumë. Me porosi. Ka nga ata që marrin që e përdorin në vezën e krokodilit? Besoj që po. E pinesën mëngjes apo e zinë Shumë, është dietë. Sidomos kanë filluar edhe me vezë të krokodilit. Kërë një tip avjari s'po më vjen në mendje, nuk më vjen në mendje domethënë. Ju keni përdorur ndonjëherë vet? Po patjetër. Çfarë efekti është tjetër? Energji ekstrem. Energji Për ekstrem. sa kohë ta jep efektin apo do ta konsumoni? Ato e kalojnë Viagra, i kalojnë shumë kështu prodhime artificiale ose s'jam mirë, s'kam vjet, se kam artikulime të qartë. Por bravo. Por edhe koroni në Pogradec me vezët e koronit, ne prodhojmë tonik. Është një kompani e Rives, tonik në Kavanoz, ajo është shumë energjike. Po kështu për zgjatjen e jetës, për pasur jetë gjatë. Ceronka e Pogradecit, në Kavanoz e trajtuar mirë, Po bret kostat e lushnjës? Patjetër. Bret kostat. Patjetër, të dytat. Ato hahen gjalla apo? Edhe gjalla po qenë vogla. Ju përshëndes, uroj për medjen tuaj një mirësi. Po sperm pëllumbi? Nuk e kam ashtu. Po çumë dalla ndyshje po. Ju përshëndes. Mirësi zotëri, ka. Mirësi për ju. Ka gjëra. Jemi leber. Jo, një mesazh për gjithë ata se cila ishte tema sot, meqense na hyrë. Kush ishte tema? Cila ishte tema për sot? Tema juaj? Po. Ta kuptoni. Ne labët, jo lebrit. Ne labët, themi. Jo leprit. Ne labërit. Jemi labo. Jam nga Vlora, vëlla. Që biznes bën o vëlla, shes porda vëlla. Unë jam nga Tropoja vjeta, jam Tropojan. Edhe shpëtim e Xhebalia kam emrin. Po, Tropojan qa kanë? Edhe Tropojan? Jam Tropojan e ha bukën me Boston. Ka Boston një Ka Boston shumë. Quna ju përshëndes, barësi për ju. Hajde përpafsh. Edhe kështu që të atin janë të punë. Kolema, në ato si jam marrë, thashtu, unë po të tenë, do me thënë, unë jam marrë me bujqësi, që kam qenë, do me thënë, tërat firmat ushtarake më përpara. Pas ta zajnë të si i prishnë ato të firmave ushtarake, kalova në... A nuk keni fare një mesazh ose një thirrje për këtë shtep, për këtë kryeministër, për ministren e bujqësisë? Shumë njerëz ankohen, kotësh, Nuk zgjidh gjë me ankesë. Po të shkoni tek zyrat e këtyre, ti trokasësh, takosh, shkel, benja, se ka futur edhe këto? Nuk ka zgjidhje fare. Dëgjoj tash, le që unë vajta 80 ca vjet, edhe gjitha ata njerëz që njihnja unë që takoshim edhe këtu në përzyrat që jam takuar, edhe gjithnjë, asnjëri nuk ekziston. Nuk është më. Nuk është më për mua. I kanë hequr të gjithë mirët. Më kupton? Domethënë unë nuk u ashtu edhe s'kam të shprehem për këtë shprehem këtu me se të shprehem. E qartë, ke humbur shpresën fare do, s'ke. Unë s'kam kot që të ashtu, që të thënë për shemb ky e bëri kështu, ky e bëri. Po që nuk është mirë, nuk është mirë. Rama po e bën kështu, Rama po e bën kështu. Është kot. Po do ta përzish në politikë fare. Po që kot. s'është mirë që është situatë rëndë. Situatë rëndë për bujqësinë. Për bujqësinë, për fshatarësinë, është situata më e rëndë. Po ikën të tërë. Fshati tim përbëhet mbi 400 familje. Ashtu. Atje kanë mbetur vetëm 50 familje. Edhe ata merren, ata vinë pasazem pyesën mua, jo çfarë si ta bëjmë këtë, jo çfarë të mbjellëm me xhaxhi Hikmet, çfarë të bëjmë këtë. I të marrësh më qafe të tjerë përveç vetes. Nuk i them. Me kupton? Unë jam aty domet që kam punuar e kam ashtu, e kanë atë, edhe kur vinë nga këta që vinë
nga qytetet, nga shetet e tjera që vinë, prapë më zemë për qafe më takojnë, më thesën si dole, si çarbet. E kam patur atë Po, derën hapur gjithmonë. derën hapur në përgjithë. Në 8 fshatra që kam punuar, e që Të përshëndes, kam jeni qenë. mirë. Mbarë dhe shëndejnë edhe juve. Më falë, ha? Jo, ke drejtën tënde të shprehesh aty. Të tua të ofendosh njerin apo tjetrin. Jo, ti thjesht shqetësimin, kjo është e drejtë, kemi çfarë. Përshëndes, ti je mirë. Sot legjendet do të flasim për 2 tema të aktualitetit. Do ta nisim me të parën që ka ndodhur së fundmi për sa i përket ngjarje të shëmtuar dhe të rënë që humbën jetën 2 të rinj. Dhe pyetja ime konkrete për ty është sa kushton një kafe në Shqipëri? Po, zoti Altini i emisionit PIS, pyetja është inteligjente. Duhet patur parasysh që këta tema nxehta duhen analizuar në thelb, në thellësi. Më mirë se sa ti nuk e analizon Po, askush. edhe unë si qytetar do jap mendimin tim, domethënë. Jo vetëm si qytetar, edhe sinjale listë. Po, edhe ndoshta është dhe zgjidhja e duhur, pasi siç e dini e kemi intuitën, kapacitetin që t'i japim përgjigje problemeve, ëh. S'bëhet fjalë. Tani për sa i përket ndodhin vrasje me 50.000 euro. Po. Të eliminon për 50.000 euro je jep thot krym punë. Ndodh edhe për trazira të rasit domethënë një zënke të qasit, edhe aty domethënë humbet jetën. Duhet patur parasysh që tani Po. mendimi im personal ishte që ti ishe ministri i brendshëm Ja të lumt. dhe jo zonja Albana Koqiu, pasi siç e dini ti je i gatuar me vaj dhe me uthull. Dhe i din domethënë se ku qëndron problemi, cili është problemi. Bravo. Ti domethënë e ka problemin që në aeroport. Sa nevojë kisha për këtë gjë që Sa po vinë ata që i kthejnë Anglia, i kthejnë Franca, i kthejnë Gjermania, ti tak me anë të policisë civile, kufitare. Civile, po. Civile, edhe ishe lëvizjet e tyre, domethënë. Siç dihet për shembull, për çdo person derisa të adaptohet me ambientin, derisa ta merr veten gjendje pune ashtu, domethënë ti i le policin aty që mos shkelin ndras kalbu. Bravo. Domethënë kjo Po ishte. ju të thua? Po çfarë flas? Po ti ishe ministër, domethënë kjo do ishte zgjidhja jote, domethënë që të ulje kriminalitetin. Bravo. E bëj thua? Ja po je nona. E qanë. O zot. Edhe kështu Sa ditë ka ardhur. Edhe kështu që ka diell, domethënë, imagjino. po edhe kështu që nuk ka nevojë për inteligjencë artificiale, nuk ka nevojë për gjëra të tilla të shpikura ashtu, pasi tek ti është natyrale, domethënë zgjidhja e problemeve në kohën e dur, në momentin e dur dhe për njerëzit e dur. Atë më vëlla, aty më ri, aty më ri. Edhe kështu që në qoftë se kryeministri Rama 4 shikon piskun, ju ftoj t'i jepni një shans zotit Altin. Po. Pasi mendoj jo vetëm si shok, por edhe si qytetari, edhe si qytetari denj, e ka asin që ta vën këtë vend përshinash më vëlla. Ju e pat, ishte protesta UÇK-s. Ishin 3.000, 4.000 luftëtar këtu në shesh. Po duhet një burr shteti që me mbajt rendin, se tani 4.000 kosovar të UÇK-s, domethënë, janë shumë aktive dhe një ministre e brendshme nuk arriti përballoj, domethënë. Tani sa kushton kafja në Shqipëri? Po kafja në Shqipëri, domethënë, në këto kioskat është 50 lekë. Kurse na jep një flamur një minutë sa ta trondisim pak, valisim. Ta trondisim, ta valisim. Po, edhe tani duhet patur parasysh që situata në vendin tonë çdo ditë më shumë po vështirësohet, po komplikohet, po ndërlikohet, për vetëm në arsye se kriza ekonomike se vjen thellohet. Tani njerëzit përpiqen të japin zgjidhje vet, po zgjidhja është në atë mënyrë që situata del nga kontrolli. Si për vetë qeverin, kalem të bitja ditë. Por ma thuj tash sa bën një kafe në Shqipëri për ta mbyllë të që të kalojmë këtë temë tjetër që temë nxehtë. Po tani unë kam lindur në Tiranë dhe me origjinë siç e dini. Ka qefi nis kështu, domethënë përgjigjesi e se. Me origjinë siç e dini jam nga Peshkopia. Po. Tani varet se tani ka kafe espresso, kafe turke dhe kafe light, kafe light. Si Coca-Cola domethënë që është light, domethënë.
është më e lehtë. Ajo që i bë reklam George Clooney. Po. Edhe tani, Sa kushtojnë do? po kafja në shtëpi është falas. Po. Ndërsa këto kafet në për kështu varet se si rasist, në qëse del një gocë e bukur të shërbejnë, ati shko 10.000 lekë, se du t'i lesh bakshish, pastaj du të hapësh pak, pastaj kafja pa whisky nuk shkon. Nuk shkon pa u hapë, Pra, atë desha të them, dhe kështu që... Po. Kur hyn kafe për shembull thonë që është Fik Ekspresi, si bëhet në rast? Aty dhe me Sa thonë... kushton kafe aty? Aty dhe me thonë, shkon aq sa të kesh në xhepa. Ç'a të kesh në xhep, jo sa të kesh në xhep, ç'a të kesh. Dhe me thonë, aty... Po mirë, a vritet një njeri pse si bëre kafe për shembull? Dhe vritet një njeri nëse s'bën Po kafe. tani më varet te situata psikologjike që ndodhet personi, Në qëse ti ndodhesh në një stres, në një monotoni, në një përshkallëzim, atëherës, si që i thonë populli tik petulla. Tik petulla. Për Dhe kafe. të del situata nga kontrolli, dhe atëherës kemi shumë raste që vllai me vlla, grindën vllai me kushirin, e eliminon, e gjëra të tilla, domethënë, shoku me shok. Ore, vlla me vlla pranohet, po të vrasësh tjetër pse s'boni kafe? Po, domethënë, unë e pash këtu te dollari, ishin të luajt domino. Po. Nuk e vëri 4-3-shin, e vëri 4-2-shin, ja futi ngrusht. Me vërtet? Për i 4-2. Po, se e bllokote shokun me 4-2. Edhe për atë, po. Po nuk godit të tjetër për I kafe. unë kam humbur 1 milion euro, 2 milion euro Si dhe me një fare, do vështirë. kam dash ta puth në faqe, kurse ai bi ngrusht për i gur dominoje. Nuk bëhet. Dhe do të thonë, janë këta raste që Nuk do të ndodhi. tregon gjaknëzëtsi. Pse ndodh kjo gjaknësia ose pse ka arrit shqiptarët kanë arritur në këtë pikë që të vrasin të tjerë për një kafe? Çfarë po ndodh? Zoti Altin Çfarë probleme ka? i emisionit PIS, Pyetje shumë inteligjente edhe kjo. pyetja është, do të thonë, inteligjente dhe duhet patur parasysh tani ti thellojmë gjërat Bravo. si ta dhëmbi për shembull kur Po, bjerin koktën. po tani është e tillë, do të thonë, që bëhet nganjëherë dhe pa dashje, Po. Vrasësh tjetër. Ti ke situata nga kontrolli dhe kështu që njerëzit grinden edhe për gjëra dhe më koti se sa një kafe, për shembull kur shkon ti për një kafe e ke vendosur për Po leti? Çikritë mua. Jepi shiritë. Don. Tani ne jemi fokusuar te problemet si ndonjë, do të thonë, që nuk ka bot kuptim më të lartë se Shqipëria, por duhet patur parasysh që konflikti Ukrainë-Rusi, konflikti Gaza-Izrael, do të thonë, janë këta plot shembuj, do të thonë, që nuk ndodh vetëm me njëri tjetrin mes nesh, por dhe shtet me shtet. Hajde pra. Pa se tha ngrije zërin. Hajde çik shumë më zëngës. Edhe tani diplomacia ka rolin e saj në zgjidhjet e problemeve. Përmbledh këtë tani që të kalojmë ke tema tjetër që është temë më interesante, është çështje futjesh. Po sot do të thonë kemi aktivizuar problemet dhe zgjidhja u përket Ministrit Brendshëm? Po, edhe Ministrisë Mbrojtjes, Gjo. Po këtë si e sheti situatën me aeroportin e Vlorës, për Bexhet Pacollin, flitën të skenarit, e këto filmat e gjërat e... Çka ke arrit të zbulosh, të zbërthesh, të analizosh, të na nxjerrësh konkluzion për të na dhënë një përgjigje? Çfarë po ndodh atje? Zoti Altin, pyetja është inteligjente. Duhet patur parasysh që problemi i aeroportit të Vlorës është problem jo vetëm përveç qytetarëve të Vlorës, por një problem kombëtar. Pasi siç e dini, në 1912 Ismail Qemal Bej Vlora, që ngriti flamurin në Vlorë, do të thonë, dhe është, do të thonë, një fiertet, do të thonë, një kënaqësi kombëtare, do të thonë, që të vish nga Washingtoni dhe të ulesh në aeroportin e Vlorës, do të thonë,
si që shkruan në aeroport, dhe me thonë, Washington Vlorë. Ajo, dhe me thonë, një knajsi e pa përshkruar, dhe me thonë. Kjo është ajo që ti kishe fantazuar dhe imagjinuar në kohën tënde kur mendoj që do të ndërtohet aeroporti i Vlorës. Tani që janë pezulluar ndërtimet, gjërat dhe kanë ndodhur këto konfliktet. Po, nuk ka birnone që ta pengon aeroportin e Vlorës përfunduar. Pasi, si që dini, ne do fillim protestat në 28 qytetet e vendit, gjithashtu edhe në Kosovë apo në Maqedoni, që aeroporti i Vlorës përfundoj sa më parë. Dhe kështu që mobilizimi jonë do e bëj që problemi të internacionalizohet dhe shkoj deri në veshjen e Trumpit. Dhe zgjidhja të jetë shumë e afërt, Çfarë problemi ka aty? Çfarë po ndodh aty? Po tani problemi është se kryeministri Rama bën debate me këta të mëdhejt e huaj dhe ata për t'ju kundërvën bën pengesa të tilla, domethënë, kurthe. Ke parasysh? Pra ne nuk i bëjmë kurthe njëri tjetrit, por na e bëjnë të huaj. Ke parasysh? Ne domethënë jemi viktim në këtë rast, pasi sulmuemi nga të tjerët dhe na pengon, po jo kjo, po shumë projekte domethënë. Pacolli, çfarë është aty? Sheflitet që ky ka bërë. Roli i Bexhetasollit është shumë i thjeshtë, pasi investimi kafe në Shqipëri. Tani nuk e di bëre mirë që ma bëre këtë pyetje, po është katastrofë. Edhe populli ka arrit në gjendje dhe mund mos t'apit dot në mëngjes. Të paktën flasim një kafe, si që më të ti, jo 2 e 3 gjatë ditës. E ti është 2-3 veta, të të vi një njeri, apo të kesh një shok një mik, nuk jep dot. Me ofertë në mëngjes, flitet e stacioni fundit Tiranës Re, 700 lek. Po mbaroj oferta, do vej më shumë. Populli është në gërje, qeveria s'do t'a shikoj, i është 3 rrugëve, jo do shtrihet. I është 3 rrugëve. Le të bëj kush do e sapin e vetë, sa rrugë merë, sa gjëra, e pasaj le tonë që shajmë ne qeverinë. Të bëhet e sapi. Është rritur ndër vite çmimi i kafes? Po. Ka qenë më lirë më parë? Po, shumë më lirë. Po kur ka qenë? Unë kam arritur, mosha ime, kam arritur se kam qenë në punë prej vitesh, flasë tani kam 4 vjetë që s'punoj, do të më i sëmur. Po ka arrit në mëngjes, ka pas që mund të themi të ralla për të mos, për qenë korekt edhe për moshën që kam. Ka qenë dhe 400 lek të vjetra. 400 lek. Ka qenë 500, hajtë mo kur u bëdhe 600 edhe fliteshin ofertat e mëngjesit, po tani si kemë. S'ke mundësi. Kur kam udhëtuar për në Vlorë, kam qëndruar tek një farë autogrille lushnje. Ka qenë flas për shumë ko, përveç vitit të fundit, prej një viti. Deri në 600 lek dhe shtyje dhe ndalonin njerëzit, merrnin diçka, e vinin në gojë. Jo, kam para 2 muajsh, me 800 dhe kam bërë debat me kamarierin. Ki bo debat me kamarierin? Po. Po i thash e keni pas, me drejt zotit keni ka qenë kaq lek. Djetë që tani çdo kush i ta kthen përgjigjen si do vetë, të bësher nuk ja vlen. Po deshe tha hajde pjeva. Sa kafe pije dikur ishte me 400 lek kafe atëherë? Kur kam qenë shofer me autobusat e linjave brenda Shqipërisë, nga që nuk lejoj alkooli dhe kisha një punë të atill që kisha të bëja me jetë njerëzish, isha i detyruar që pija vetëm kafe ndaç kur më qerasnin njerëz për respekt, për gjë, kam arrit dhe 15 kafe në ditë. 15 kafe në ditë nga 400 lek? Mbas asaj pune që jam shkput në autobusat, që kam qenë jo me kamiona gjëra kështu, pasaj shikoja unë të asysh me gjatë punë. Po sot që 400 lek kafe ose kafe pinë? Tani me zi një? Edhe një karase se pi dot. Se pi, e pi shtryllu. Sot s'kam birë fare, po iki të një mik që më ka folur dhe mbaj shpres ma jap sot ai. Burit. Burit, thu, e ke hapur, ti po më interviston, zotria po më telefon, kështu, po më filmon. Po filmon, po. Shka, të flasësh tu. Nga 15 kafe i kafe. Kam arrit se pi dot një. Po vetë fakti, me ofertë në gjesë tonë këta 700 lek. Ki ndë i ndi pse ka rrit kafe në shmimin e kafes? Tani dikush që ka atë punë edhe zhvillon atë aktivitet, justifikohet që ka fajnë qeveria, si a dalim do të me tatime, jo kemi pagesa, jo kemi qa, nxerin 500 lloj gjëra, unë s'kam të drejt i verifikoj ata.
si njeri. A është rëndësishme kafja në jetën tuaj për diçka ose në jetën e shqiptarëve njerëzve? Nuk besoj për këtë moment që flasim bashkë, të jetë një në këtë rruzullin toksor, jo në Tiranë në Shqipëri, po në rruzullin, e të mos pi do të një kafe të vetë me në gjesë para sa të ikim punë. Na kanë gjetë pikën e tomë, Mbase ka njerëz që se pin, inshallah, qofshin mirë edhe mos ta kenë të nevojshme. Po nuk besoj që një kafe, të paktën në mëngjes çdo kush, si në punë, si pa punë, si mirë, si i keq, si i pamundur, një kafe unë di që pijet. Duhet pijet, po, në gjithë Tani që abuzohet nuk ka të bëj fare. Edhe si kur një farë të drejtë ta kenë ato bizneset. Ku në drejtë shtetit, ta gjenë me shtetin, jo ta abuzojnë me popullin e thjeshtë, është gjuna. Po abuzove me këtë popull, të një kafe logarit që mund të bëhet më tudi. Edhe si që po bën, jo janë bërë, si që po bën, katastrofë, ta përsëri. A mendon se është rritja e çmimit të kafes është një arsye shumë e fortë që shqiptarët abuzimi është i gjithanshëm, asnjë që na ai personi që ka dhe deri tek më i madhi, deri tek më i fundit e si ta marrësh me shtete pa shtete me institucione, abuzimi është në të gjitha gjërat. A mendon se është një arsye e fortë që shqiptarët duhet bëjnë bashkë dhe të protestojnë? Shqiptarët mallkuar qofshin, tani ta them me të ngritë zërin, mallkuar qofshin që s'po ngrihet, se këti shqiptari është ngul thika në palë që s'po reagon më. S'po ta them vetëm për kafen, shiko jetën e përditshme, shiko rrogën që merr, shiko gjërat që ke, shiko çmimin, s'merr dot një ushqim, një gjë. S'merr dot një gjë më të thjeshtë, vetë dot në një institucion zgjedhësh hall si atë del dot. Qoftë spitalet po të zë shembull, nuk po të them për gjyqe për gjëra më të tash, zvetet dot. Po së ropën doktorët në lekët, zvetet dot. Mund të kesh në jo 1.000, po në 10.000 një doktor të saktë. Të tjerë t'i ke posu dhe legët së të prekin me do. Kemi infektu dhe në tjerë, do më thonë? Tani, jo vetëm politikë. Qa mund të them, për ato që i kanë vojtë kuris, po ta flasë edhe me bindje. Të thash, ti më intervjuson, zotreja po më filmon, nuk po më shien. Po një nga të pak të Po një që po e vuajnë kuris. Pse nuk flasim? Pse s'do populli letëri, mire ka këshu, se ky popull sa gatua iku jashtë shtetit. Këtu iku më shumë në gjysmë e Shqipërisë, çfarë pret më, po të bësh statistikë, edhe statistikat po i gënjejnë. Këtu populli ka ikur, u shfaros, edhe ky që ka mbetur i është vënë thika në palc, çfarë të mund? Kur ky popull zdo vetën e vetë, nuk do dalun t'i them popullit, të ngrihet. Unë e flas për vetën tim. Për vetë, Të kthejmë edhe njëri kafja? Të kthesh ku duash ti, unë për sa ka mundësi do të përgjigjem, për veten tim, jo për njerëz tjerë. Po për veten patjetër, nëse do flasësh çdo kush nga ne për veten e tij, kjo do jetë gjë shumë e mirë për të vlerësuar që bën atë bashkimin e rëndësishëm. Ju thotë që keni pas pirë 15 kafe dhe sot pini. Edhe në vendet ku i kanë pirë, po të jetë mundur dhe e verifikojnë. Po të shkonit ju për shembull, nëse shkoni në një vend për shembull, në një lokal, edhe thot kamariore se banakeri thotë që nuk të shërbej kafe se është fikur ekspresi. Këtë pyetje besoj unë, ma bën për këtë ngjarjen e fundit në Manz të Durrësit. Besoj unë. Mund të them një gjë. Të thash pak më para e lidh prap me llafin tim që ky problem abuzimi është që na më i vogli deri tek më i madhi. Nuk besoj që kafeja të jetë çdo gjë sebepi çdo gjë. Megjithatë për këtë ngjarjen e Durrësit mund të them vetëm një gjë. Mund të jetë sebepi kafeja. Le të kërkohet se mund të ketë gjëra të tjera mbrapa. Tani, unë si person, me që ma bëre mua pyetjen, që të mos dal në tema aty dhe të prish punë për më shumë, të qëndroj shumë. Po të më thua është fikur dhe nuk ka, unë do iki. S'ka arsye do. Po do iki, s'kam të shbëj, sepse nuk është. Unë jam e quaj vetën klient dhe vete për klient. Nuk më jep do iki, do vete të një tjetër. Në qovë se aji person e bën ka stile, s'do të shërbej dhe i thotë është fikë ekspresi, prap ati s'ke që a i bën. është e drejtë e ti, se quhet në punë. Dhe kur lind debatin në punë, justifikohet, a erdi më ramë qaftot, nuk e rashun. Për sa ditë gjykoj unë, për moshën time. Me gjithatë mendoj që se bebi është diku tjetër, nuk është kafe. Si për atë që ka qenë punë, si për këtë që ka vajtë për kafe. Po si ka mundësi që kemi arritë domethënë të vrasim njëri për populli, tani e vret njëri. Unë kollaj fare, kërkon
do me thënë gjykim të shkurtuar, të falet një treta, vete një vit në burg, u sol mirë tonë ata, të falin dhe ata një gjysmë dënimi, dole për jashtë, miru pafshim, je i fituar sot. Je i fituar, nuk ashtet, po, ty po ta thënë cop, me këto ligje, me këto regula, me këto dënime që të bën shtetit, të vrisës të janë gjë, pik, shkurt e sapi. Për një kafe, të vritë tjetë për një kafe. Po edhe për një lavë gojëm ka rastis mua, pse më shikon, kush e di ku e kisha mëndjen. Edhe lindi e sheri dhe u shmange iku. Tani të kalosh në rrugë, që ka gjithë të popull, mund të dalë dikush të që po më shikon, ti mund të jesh në drejtim tjetër, mos ta kesh mëndjen fare. E di ku ti thëmë pse më shikon, nuk ka ku të vej mës, mba nga ndari jesh. Po që kanë të njërës që kapën, ngecin Tani dikush mund të ketë hallin, dikush mund të ketë vojtjet, dikush mund të bëhet trimi i këtij vendi, ata që kanë betur, dikush, ku merret vesh tani, Shqipëria është bërë një vend që nuk dihet as vetë nga ta fillosh, jo, më të gjykosh sepse lind vështirë the, pa mundur, qa, mbijetese burë, çdo kush i lufton për një mbijetese, jo. Qa ke tu, sigur të në gjë, ku ke një roga në gjë tjetosh. Po mirë, a ka një studimi që për shembull nuk lejohet të pihet kafja pas orës 1:30 mesnatës? Se ndoshta edhe kamarierët si edhe për kafe se s'lejohet me pive që të bën dëm. Nuk e di. Edhe ai s'e ka kuptuar tjetri, kodifikimi, dekodifikimi, kanali marrës. Të kuptoj, unë do të them një gjë për sa kam ditur. Ka qenë diku një ligja, një regula, një si e vun atë gjë. Shërën si ka se s'jam nuk jam asaj fushe, por di që ka qenë një regull që mbas 12 natës nuk lejoshin lokalet të punonin masivisht. Tani unë si popull, kur thuhet që mbas 12 natës të mos punoj lokali, do me thënë gjykoj që mbas 12 natës nuk gjej kafe dhe nuk vete. Tani, për liqë tjetër, më mbrapa nuk e di a ka s'ka të punoj lokali, po dhe po s'pati liqë, nuk e detyron do të atë tjetërin pëse s'më bënga. Pra tani, unë po të them, mund për mua të shikojnë gjërat të elësi, se mund të jetë se bep kafeja. Kështu e mendoj unë tani, unë nuk hyt do të nga as njërës në ata persona, sepse ata din vetë halën e vetë, se e kanë pasur, edhe pse janë, po e rëndë se, me sa dëgjova, në qofë se gënjejnë mediat, dëgjova që, jo, të lutem, unë mediat dua dhe edhe këm gull për mediat, se mediat po keq trajtojnë, ta dish dhe këte. Edhe është turp dhe qa mund të them se në botë nuk ndodhë, se unë kam qenë jashtë shtetit, të paktën 10 vjetë me punë me une. Por me gjithatë nuk po kthej gjëra, na e para, po kthej një gjë. Vete dikush i kërkon kafe, dikush i bën, idhet një i tret, edhe pse mund të kesh njoje, mund të sqarohesh si të ashtu. Po të ngrihesh, bësh vrasje, një që është jashtë tavoline, jashtë gjeri, jashtë muhabeti, dhe pasaj të kthesh të thuash jo po pse ndodhi kjo, pse ndodhi ja, për mua ka diçka më të përtejshme. Nuk është kafe, ja. Kështu e gjykoj. Po, përse bep është kafea, djetë edhe mo të jetë, po su zhitë kafea të mbetet se bepi. Edhe unë u falenderoj, punë të mbarë. Isha Allah dhe ju, u vaftë mbarë, isha Allah nuk u kej trajtojnë si që po shikojmë. Se në ato që po fliten, e po shikojmë. Unë them një gjë të vetme, shkurt, sikur 10%, jo 100%, 10% të janë të vërteta, kjo Shqipëri është katastrofë. Ka mbaruar. Jo zbret në ka mbaruar. është shuajtur, si do ta them. Ka marrë fund çdo gjë. Po inshallah ju mos pa që keq. Ju, të paktën. Se dele punon këtu e ta pësosh, të sulmojnë, pse dole këtu. Ka arrit puna dhe unë që të dash intervistën që është di. Mërzitet shteti me qafe. është e garantuar është. Po vole keq do ta pësosh. Mos u habit. Për stasi njerëzit? Pa përmendjes. Pa përmendjes. Me garanci të plot. Mirë, për mbyllë dhe unë sot, për miq, përshëndesim, nuk dalim më këtu. Jo, ti s'ke faj, fola unë, s'fola ti. Po unë... Fola unë, s'fola. Unë s'fola, e po mi unë shpëtova. Hajde, tu i të zoti, t'jesh.